në pjesën e fundit të diskutimit të deputetit, ku tha se janë siguruar mjete për rregullimin e shtratit të lumit Vardar në Jugunoc për 100 milion denar, që është e saktë, dhe se qeveria njëkohësisht e ka rifuzuar amendamentin për sigurimin e mjeteve për pastrimin e shtratit të lumit Shkumbin, që po ashtu është e saktë, por shkaku nuk është i saktë që u theksua. Përkatësisht, nuk u tha pse ky amendament u rifuzua, se janë siguruar mjete për pastrimin e shtratit të lumit Shkumbin në programin për zhvillim rural për këtë vit. Pra qeveria në çdo seancë bisedon për problemin e pastrimit të shtretërve të lumeve dhe për sanimin e dëmeve nga vërshimet që ndodhen edhe në rajonin e Pelagonis dhe në rajonin e pjesës lindore, por edhe në rajonin e Tetovos. Atje intervenuan Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim dhe institucione tjera shtetërore, për njëkohësisht ram dakord që mjete për projektet infrastrukturore si dhe për pastrimin e shtratit të lumit të sigurohen përmes programit për zhvillim rural, kështu që kjo është diçka që dhe shkaku pse ky amendament i grupit parlamentar të PD-s nuk u pranua. Pra çështjen e zgjidhin, por në mënyrë tjetër. Ju faleminderit. Sa jeni përkujdesur dhe sa përkujdeseni për vendbanimet shqiptare, shifet. Ju lus të shkoni edhe sot e këtë ditë ta vizitoni Tetovën dhe shtratin e lumit Shkumbin, dhe ta shifni se atje gjendja është përsëri katastrofale, ashtu siç ka qenë para katastrofës natyrore. Për shkak se nuk mund t'i bëni punët e shqiptarët shkele shko. Dhe pranuat edhe vetë se 100 milion denar keni nda mjete nga buxheti për rregullimin e shtratit lumit Vardar në Jegunovc. Sa janë mjetët që thoni se qenë kanë ndarë për rregullimin dhe pastrimin e shtratit të lumit Shkumbin për Tetov? Dhe ju lutem, më tregoni, a keni para pa dukun diku në këtë buxhet ndarjen e mjeteve për ndërtimin e digave mbrojtëse në për vendbanimet e malësisë së Tetovës? Unë ju them se jo, për këtë qëllim janë 0 denar. Dhe nuk mund t'i krahasoni vërshimet që ndodhen në për vendbanime tjera me vërshimet e Tetovës. Për shkak se mos harroni një gjë, tu kishim humbje të jetës së njerëzve. Është gjë e tmeshme ajo që ka ndodhur atje. Dhe vetëm shqiptarët durojnë kaq. Durojnë të padurueshme. Dhe asnjëri mos mban asnjë gram përgjegjësie s'paku morale për atë që ndodhi. Kjo ndodh vetëm këtu tek ne. Nuk ishte katastrofë natyrore, ishte katastrofë politike për shkak se qeveria juaj deri tani nuk është përkujdesur dhe nuk ka nda asnjë denar për parandalimin e katastrofave të tilla siç kishim fatkeqësisht në Tetov dhe Merethin. Në shtetet normale demokratike, puna e parë që do t'ishtë bë, do t'kishin dhënë ndërheqjet. Jo të shkojnë, jo vetëm që nuk dhënë ndërheqje përfaqësuesit e qeverisë, po ç'është më e keqja shkun të bëjnë edhe fotosesione dhe reklama në tragjedinë që kishin ata njerëz, që vetëm ata e dinin se në çfarë gjendje kanë qenë. Unë ju thash se ne kemi vizituar ato banore dhe tash trishtimi dhe frika vërehet në sytë të tyre edhe tani. Për shkak se vetë ata e thonë se kjo qeveri nuk është përkujdesur dhe nuk bën diçka që të parandalon që mos përsëritet një rast i tillë, një fatkeqësi e tillë. Vërehet trishtimi dhe frika në sytë të tyre se mund ndodh përsëri e njëjta gjë. Ne e shohim ku shkojnë parat e qytetarëve. Shkojnë në Shkupin 2014. Shkojnë në projekte cilat s'kan bëjnë lidhje me shqiptarët. Është e pafalshme kjo që u ndodh shqiptarëve që gjitha resurset natyrore, të begata, me ujë, ti kenë aty dhe mos kenë ujë për pije.
Dhe jo vetëm që nuk kanë ujë për pije, po janë edhe në rrezik potencial për humbjen e jetërve të tyre, për shkak se nuk përkujdeset qeveria e vëmëros me BDI-n për shqiptarët as pak. Të vetmen gjë që u intereson është t'i rekëtojnë dhe ta mbushin buxhetin me djersën dhe mundin e tyre.